Po, kryetar, padyshim që këtu janë lajme të mira për qytetarët e Drenasit. Më herët ju thatë që nuk po punohet në ato në qendrën e re të mjekësisë familjare, e cili është projekt i qeverisë qendrore. Pse nuk është duke u implementuar? Këto të pyetje do të mjashtru Ministrisë së Shëndetësisë, e cili ka lidh kontratë me operatorin dhe që po provon ta shput kontratën si mas operatorit, sepse projekti nuk i plotëson kriteret. Ne operatorë që kanë nënshkru kontratën edhe ka lidh kontratën me ministrinë dhe projekti ka qenë edhe në atë projekt, përveç se është po projekti, është punu me USAID-in për 3 vjetë të rresht, derisa u detalizu çdo gjë. Kështu që ne po presim vendimin e ministrisë, pastaj sigurisht që ne do ta çojmë lëndën në prokurorinë, qoftë se veprohet ashtu siç na po presim që ka me vepru ministria, pastaj prokuroria, gjykatat vendosin se çka ka ndodhur me këtë projekt. Por ne ju e dini, kur është nis projektin 2024-ën, është tonë që do të bëhet për deri në shtator të 2025-ës, përveç një grupe dhe pengesave të noja që të na i bënë në QKMF-n, nuk është bënë ai gjë tjetër. Një temë e cila intereson shumë edhe publikut është që ditë më parë është bërë edhe një dëgjim publik në lidhje me transportin publik. Cilat janë të reja të fundit për këtë projekt? Ne për çdo vjet thrasim takim me qytetarët lidhur me transportin publik, sigurisht që kemi disa fshatra për cilat operatorët ekonomik nuk janë të interesuar me apliku me marrë leje të operimit. Ne i kemi ndëgjuar qytetarët, besoj që drejtoria përkatëse do të marrë vendimet e duhura dhe do të bëjmë një zgjedhje edhe për fshatrat e cilat kanë pak qarkullim ose domethënë ta shohim ç'a mujmë me bë dhe si mujmë me zhvillu atje projektin e tyre. Si po është situata me ujin e pijes në komunën e Drenasit, apo keni ujë, kryetar?